Ma the se do të qojnë në spital. E përse gënjeve? Ozan, unë nuk doja të gënjeja, për u detyrova pra. Nuk doja që për shkak të hallave të mia t'u prishja dhe juve qejfin. Ta thash edhe në shkollë që kisha nevojë të rria pak vetëm. Të kërkoj ndjes. Mase të bëra presion. Nuk ishte qëllimi të gjykoja. Thjesht nuk ishe pse të gënjeje dhe kaq. Mjafton të thoshe se nuk do të vija. Mirë, në rregull, mos ta zgjasim më. Kështu vetëm sa po e mërzisim Aslën ne. Do të shkojmë prapë bashkë një herë tjetër apo jo, Aslı? Sigurisht, do të shkojmë. Nëse ka diçka që mund të bëj. Aslı, a mund të vish pak shpirt? Më duhet të shkoj tani unë. Shihemi më vonë. Mirupafshim. Hajde ja. A mund të më ndihmosh ta fitoj zemrën e Ozanit? A mund të më ndihmosh të bëhem e dashura e tij? Aslı, këtu ishe ti? Nuk është kjo Ozani? Ku është? Këtu është? Ai, më falë, pas kam parë gabim. Por ti pas ke humbur thellë në mendime. Je në botën tënde. Po studioja dhe humba pak. Aslı, ti çfarë ke? Që në mëngjes je shumë e ngrysur. Nuk kam asgjë? Mirë jam. Ka. Edhe me Ozani dhe Berqin nuk të kam parë sot as pak. Mos jam e detyruar të rri me ta? Doja të rria vetëm. Po të them se jam mirë, nuk kam asgjë. Zot o zot. Mirë, pse më nervozohesh kështu? S'të thash gjë? Përshëndetje. Bergjin? Si jes, ç'kemi? Mirë. Po bëhesha gati të shkoja në shkollë. Dje menaxhove shumë mirë situatën. U bë zemra mal që Ozani nuk kuptoi asgjë, ti na shpëtove në momentin e fundit. Po, por mua mu deshe të gënjeja. Po. Gjithsesi dje nuk shkuan gjërat siç doja unë. Nuk shkuan siç mendova, por kam plane të tjera. Çfarë planesh? Do shkojmë për 2 ditë në shtëpinë në mal. Ti, unë dhe Ozani. Pastaj ti do gjesh një mënyrë të më lesh vetëm mua me Ozanin. Pjesa tjetër e di edhe vet. Unë nuk e di. Nëna ime është e semur. Në këtë gjendje nuk ku mund të them po shkoj me pushime në malun. Dhe nuk do të më jap leje gjithsesi. Ti mos u shqetëso për atë. Unë do e zgjidh, do të mendoj diçka. Thuaj vetëm nëse je dakord me planin tim. Nëse them jo, a do zemrohesh? Faleminderit shumë, i kesha ime dashur. Faleminderit shumë. Pra, 2 vajza në mes të malit, çfarë do të bëni, nuk e kuptoj. Aty s'ka njeri fare, nuk di se çfarë të them. Është e sigurt paktën. Më tregoni, çfarë mendoni ju? Është e sigurt ta hedhje, e sigurt, dhe mos mendo që është ndonjë barak. Është më e madhe se këtu. Është ambient shumë i qetë.
Pra, ne shkojmë 2-3 herë në vit. Mos u shqetëso për këtë. Është shumë e sigurt atje. Bia ime ti vetë do të që të shkosh. Mundet në. Edhe pak ndryshim bën mirë. Jam vetëm 2 ditë. Do shkojmë dhe do kthehemi. Nuk më pëlqen fare kjo ide mu e vajza. Asla, ti e di që unë shqetësohem shpirt. Teta Hedie, ne nuk do dalim nga shtëpia, të premtoj. Dhe Asla duhet të çlodhet pak, të heq stresin e kësaj jave të keqe. Unë e kam menduar këtë më shumë për Aslën, për të mirën e saj. Mirë, në rregull atëherë, hajde shkoni. Faleminderit shumë teta Hedie. Asla është në dorën time. Shtëpia qenë ka vërtet shumë e vogël. Gati sa nuk mora ata klaustrofobia aty brenda. Shtëpia ku jam rritur unë ishte edhe më e vogël. Sidoqoftë, mos përqendrohemi nga kryesorja. E bindem në nënën tënde? Tani jemi te çështja kryesore. Plani im për të qëndruar vetëm me Ozan në shtëpinë e Malit. Si do ndodh kjo? Ozani mendon se do na lërë dhe do të kthehet. Si do ta bindesh ti që edhe ai të rri atje? Ti mua ma lër atë pjesë. E kam menduar gjithçka me detaje unë. Shumë mirë e kam menduar. Mos u shqetëso as pak. E hajde të ecim. Tani, do kontrolloj çërsat, pastaj i zbresim valizhet. Aslı. Meri këto. Çfarë janë këto? Do i hedhësh në depozitën e benzinës së makinës. Por Mos thuaj po. Asgjë, makina duhet të prishet që Ozani të qëndroj këtu. Përndryshe do mbetemi vetëm si budallaqe në mes të malit. Do e bësh këtë. Vajza, a keni ardhur të rini në makina për çfarë? Berçin, për 2 ditë pushim këto janë shumë gjëra më. Mos e egzagjero. Kam marrë vetëm pak gjëra. Po shihet. Pak gjëra. Aslı, ti çmëri aty? Hajde këtu. Ti vendosim gjërat brenda dhe t'ju tregoj vendin. As ka kohë që s'kam ardhur këtu. Ti ma ati i pëlqen dhe shumë ky vend. Edhe mua më ka marrë malli shumë për këtë vend. E mban mend? Sa shumë kujtime kemi këtu. Maj Aslı, unë vërtet të thash se do ta tregoja vendin, por në fakt nuk e vura re orën. Duhet të iki para se të bëhet vonë. Nuk dua të vonohem. në rregull. Mos fol Marzira. A do ikësh sa po hyre? Ta kishim pirë nga një kafe. Je lodhur nga rruga, pusho pak, pastaj ik. Jo, Berçin, nuk dua të vonohem. Por të paktën më trego ngrohsen. E ke fjalën për ngrohsen? Është e njëjta që e përdorin prej vitesh. Është shumë e thjeshtë, se di? E kam haruar. Dakor, hajde atëherë. Aslı, me që jemi këtu, bëj edhe një kafe, ta pim bashkë. Kafja, filxhanët janë aty. Gjej i vetë. Sigurisht. Hajde.